Test, okay. Të nderuar qytetarë të Republikës së Kosovës, të nderuar përfaqësues të mediave, mirë se ardhët në këtë konferencë të parë të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve lidhur me procesin zgjedhor, pra të zgjedhjeve të parakohshme për Kuvendin e Republikës së Kosovës. Ju njoftojmë se në orët e hershme të mëngjesit, materiali zgjedhor, përfshirë edhe pletvotimet, është shpërndarë me kohë për në të gjitha qendrat e votimit. Gjithashtu, njoftojmë se duke u mbështetur në informacionet e pranuara nga KQZ, procesi i votimit për zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Republikës së Kosovës ka nisur në të gjitha qendrat e votimit në Republikën e Kosovës. Sot procesi i votimit do të zhvillohet në 948 qendra të votimit me gjithsej 2614 vendvotime, prej të cilave 910 janë qendra me 2557 vendvotime që do të mundsojnë votim në rregull dhe 38 qendra të tjera nga një për çdo komunë me 57 vendvotime për të mundësuar votimin me kusht. Sipas listës votuese të certifikuar nga KQZ, numri i qytetarëve me të drejtë vote për të votuar sot në Republikën e Kosovës është 1.999.204 votues, të cilët janë të shpërndarë në 38 komuna të vendit. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve fton të gjithë qytetarët me të drejtë vote që ta shfrytëzojnë të drejtën e tyre kushtetuese dhe të marrin pjesë në procesin zgjedhor. Po ashtu, në këtë orë të parë të fillimit të procesit të votimit, njoftojmë se përmes platformës elektronike të KQZ-s qv.kqz.viz.ks.org, secili votues mund të kontrollojë me lehtësi se ku është qendra votimit, ku është caktuar të votoj. Sa për rikujtim, numri subjekteve politike të certifikuara për pjesëmarrje në këto zgjedhje është 24 subjekte politike, prej të cilave 18 parti politike, 3 koalicione, 2 iniciativa qytetare dhe 1 kandidati pavarur. Numri i përgjithshëm i kandidatëve të certifikuar për pjesëmarrje në zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Republikës së Kosovës dhe që përfaqësojnë këto subjekte politike është 1180 kandidatë, prej të cilëve 789 kandidatë pra burra dhe 391 gra. Këto janë të dhënat e para se i përket nisjes së procesit të votimit. Nëse ka ndonjë pyetje për juve, urdhrani lutem. Vetëm mundësisht që përmes mikrofonit t'i bani pyetjet. Pyetjet do të dëgjojmë për gjigjet e disa... Klan Kosova, Zotëlia Zedeshta më ju pyet sa i përket rezultateve, e dim që më vonë do ta tregoni edhe orën, por më herët më thonë kemi pas të lashe, sistemi është gjithçka në rregull, do të sigurojmë elektoratin që gjithçka do të shkojë mirë mbarvajtja dhe rezultatet. E keni edhe platformën që ko pas kohë keni thonë që do të na njoftoni sigurisht. Sa i përket çështjes së rezultateve, sipas ligjit për zgjedhjet e përgjithshme, numërimi i fletvotimeve të subjekteve politike për Kuvendin e Kosovës bëhet në vendvotime pas përfundimit të procesit të votimit, ndërkaq numërimi i votave të kandidatëve për deputet, gjithashtu sipas ligjit, bëhet nga dita e nesërme hënë në qendrat komunale të numërimit. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka bërë përgatitje që gjatë ditës së sotme të transmetoj të dhëna nga procesi pjesëmarrjes së qytetarëve në votime në disa orare të ndryshme dhe gjithashtu në mbrëmje të fillojmë me transmetimin e rezultateve preliminare për subjektet politike. Në bazë të përgatitjeve që janë bërë, besojmë që para orës 20 do të fillojmë me transmetimin e të dhënave nga vendvotimet e para që deri në atë kohë arrin të përfundojnë numërimin e fletvotimeve. Përveç do thotë nëse më lejoni të sqaroj edhe diçka, gjatë ditës së sotme duke filluar nga ora 9 në platformën e rezultateve të KQZ-s do të kemi të dhënat e para për pjesëmarrjen e votuesve gjatë këtyre 2 orëve të para të votimit, pastaj në 11 do të kemi të dhëna tjera, në 13, 15, në ora 17 dhe në fund në orën
2019. Për transmetimin e rezultate do të dhënave nga procesi i votimit, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të ka zhvilluar softverin e rezultate me mbështetjen e madhe të qeverisë britanike, prandaj do të jemi sigurisht në kontakt dhe gjatë besoj brenda pak minutave edhe do ta publikojmë linkun se ku do të mund t'i shikoni këto rezultate. A ka ndonjë pyetje tjetër? U shfaqën shqetësime në mbledhjen e komisionit. Rregull? Nuk e di. U shfaqën shqetësime në mbledhjen e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nga anëtarët e PQZ-s për çështjen e furnizimit me energji elektrike, ndonse nga këtë kanë thënë se do të ketë furnizim, do të thotë është në rregull çështja e furnizimit me energji elektrike? Nëse kjo përgjigje ka ardhur nga kompania e cila merret në këtë çështje, unë s'kam diçka çka t'i shtaj. Si Komision Qendror i Zgjedhjeve, a keni garanci nga korporata energjetike dhe KEC për furnizim të rregullt me energji elektrike? Ka pasur kontakte gjatë këtyre ditëve se përket kësaj çështje dhe besoj edhe diskutimet të cilat janë zhvilluar në KSZ kanë qenë publike, të gjitha ato shqetësime që janë ngritur shumë nga anëtarët e KSZ-s dhe janë institucione përkatëse të cilat duhet të merren me këtë çështje. A ka ndonjë pyetje tjetër? Janë çështjet që